Ndihmoni jetën e juaj. Jetën e juaj, këtë jetën e juaj. Ndihmoni në rrugtimin e juaj, në arritjen e sukseseve, në hyrjen në xhenet, ndihmoni me çka? Stainu bi sabri was sala. Me durim edhe me namaz. Allah tha, wa inna lakabira. Mirë, mos harroni, kjo është punë e madhe, nuk është e lehtë. Me përdor namazin si forcë ndihmëse, me pas sabër të mjaftueshëm me ia dal, kebira është kjo. Çka Allah po e gjykon është e madhe, nuk është e lehtë. Përveç për një grup të caktuar të njerëzve. Kush janë këta? Alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ata që kanë pas bindje të vazhdueshme se kanë me taku Allahun xhalla xhelaluhu. Çka më mirë ata? Kanë me taku Allahun xhalla, këtë kanë më harru. Ki më shpërbly. Këtë kanë të kompenzu Allahu xhalla ora. Që kjo bindje i ka lehtësu dhimbjet. Që kjo bindje i ka lehtësu lodhet. Që kjo bindje ka arsu mundin, lodhin gjitha. Që kjo bindje, sa më aktive që është, mundson funksionimin e namazit dhe sabrit në shërbim të jetës tonë.